Shko, qka keni bo kështu vlaçko? Qa ke bo kështu Fushkosov? Qa ke bo kështu Gjakov? Kështu pyeste Lumir Abdigjiku kur shit të numër të madh njerëzish në tubimet e LDK-s gjatë fushatës zgjedhore. Por tash njerëz me peshë publike po e thon pa uskus se krejt ato pamje që na fascinonin nga këto tubime ishin të rreme. Fake, mashtrime. Profesori nderuar Baton Haxhiu para pak ditëve, gjatë një referati të shkurtër në Pressing, i tha disa fjalë nga një dëshprem që si duket i rodhi prej palcës së barkut. Dëgjojeni. Të gjithë nuk e kemi thonë se e kemi ditë që të gjithë njerëzit nga përsalla jënë bardh me autobusa me falë, kjo është e vërteta. A e dëgjuat? Kjo është e rëndë dhe ka implikime shumë serioze. Praktikisht, po thuhet që ka pas një konspiracion medial nga të gjithë, që të fshihet e vërteta e LDK-s. Pra, që tubimet e saj ishin të rreme. Sekuenca në fjalë është më e gjatë, por edhe më domethënëse, por selam të plotë sepse të shtoqi na e sulmon duke keq përdorur të drejtën autoriale. Fjalia më sipërme e komprometon edhe etikën më minimale të një gazetari, të një figure publike. E komprometon edhe rezultatin zgjedhor të LDK-s. I bie që kjo parti me mashtrim i mori 18%, se në fakt si ka meritu as aq. Pra, e ka shfrytzu psikologjinë e bandwagon që e ka shumica e njerëzve. Kur i shohin disa njerëz të mbledhur diku, bëhen bashk edhe ata. Mashtrimi del se është normalizu deri në atë shkallë sa askush nuk u skandalizu prej fjalëve të Baton Haxhiut. Pritni edhe pak. Në të njëjtin emision përsëritet kjo akuzë. Antarësia është bardh me autobusa e me forma ndryshme nga qyteti në qytet, që unë i kam po rastin e Podujevës për shembull. E kam ditë shumë mirë që ajo çka po e bojnë është një vetëkënaqësi, një dështim, një mashtrim. Zonja dhe zotri, merrni frym thellë. Ne shpresojmë që LDK-ja jo vetëm ta mohoj se barte njerëz me autobus nga qyteti në qytet, por edhe që të ofroj prova të forta për demantimin e kësaj akuze. Ndryshe, ky është fundi. Ti ndihen votuesit e LDK-s për këtë çështje? Komento në këtë video.